20 mandate arresti, 15 arrest me burg, 5 me arrest shtëpie, biznesmen, njerëz të botës krimit, persona të njohur dhe të panjohur. Klodi, sot është nga operacionet më të mëdha të SPAK-ut. Mendoj që po, sepse është goditur një organizatë kriminale që nuk merret vetëm me trafikun e kokainës nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por pastronte edhe miliona euro në vlerat të mëdha në Shqipëri në ndërtimin e Sa pasuri ka sekuestruar SPAK-u sot? Mund të them deri në gjysmë miliard euro. Gjysmë miliard euro janë të ngrira tani. Po, absolutisht. Janë resorte, vila, janë komplekse, janë llogari bankare, janë po ashtu edhe parat. Kush janë personat kryesorë që janë? Artur Shehu është personazh kontroversi që ka qenë në qendër të vëmendjes këtë ditë. Po, ditët e fundit pas shpërtimit edhe të protestave në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit. Është shfallur në kërkim sepse ai jeton në Amerikë, ka një komunikim mes SPAK-ut dhe DEA-s amerikane dhe ende nuk ka konfirmim për arrestimin e tij, por ai dyshohet paralelisht. Ai është shtetës amerikan, jeton në Amerikë dhe Shqipëria e kërkon për trafik. Po, sepse dyshohet narkotikë në Shqipëri. Pra gjithë aktiviteti... Po ai ka kryer jashtë Shqipërisë, pse nuk janë pastruar parat në Shqipëri dhe gjithashtu dyshohet për një skemë masive të tjetërsimit pronash në zonën e jugut. Dhe për këtë arsye veprën penale dyshohet se ka kryer këtu. Janë arrestuar edhe disa prej njerëzve shumë besuar ti, të cilët ai ka patur si bashkëpunëtor të ngushtë, jo vetëm tjetërsim pronash që dyshohet patjetër dhe pritet vendimi, por edhe sa i përket pastrimit të parave. Ndërkohë janë edhe dy momente tjera, shumë shkurtimisht. Artur Koçeku ose Luciano Koçeku, se ka dy emra dhe vëllezërit e tij dyshohen si krerët e grupit kriminal që trafikonte tonelata kokainë dhe po ashtu Alfredo Hamzaj, i cili është i arrestuar në kuadër të operacionit të bujshëm në Belgjik Black Eagle, që zbuloi për herë të parë ndosjen shqiptare, sepse kjo është hera e parë që autoritetet shqiptare flasin edhe për takimin e Arubës mes krerëve të shqiptar. Është i vërtet takimi i Arubës? Përmendet në dosje. Për herë të parë është i shënuar në dosje dhe ka material të ardhur nga autoritetet e huaja. 20 veta në arrest, një prej aksioneve më të mëdha të SPAK-ut, 500 milion euro të sekuestruara për momentet të Klodi, gjithsesi derisa gjykata të marrë vendim, ata konsiderohen të pafajshëm, por nën hetim nga SPAK. Klodi, faleminderit. Punë të mbarë.